Vëllezër besimtar, kaloi muaji Ramazanit, një muaj i mëshirës, muaj i shpërblimeve dhe i gjitha të mirat për të gjithë muslimanët, për të gjithë moshat, për të gjitha gjinit, dhe ka mund të shfrytëzon për secili dhe të përfiton nga muaji Ramazanit. Dhe muaji Ramazanit ishte një mundësi, një dhuratë, një hedije që Allahu Gjeleshanu na ka dhënë që ne të përfitojmë prej tij dhe të bëjmë ndryshimet tona mrenda vetvetes tonë, në raport mes neve dhe Zotit dhe në raport mes neve dhe jetës tonë. Pas disa ditëve pra që vetë kaloi muaji Ramazanit, nuk guxojmë asnjëherë që ne të themi përfundoi Ramazani dhe përfundoi gjithçka. Me Ramazanin kërkohet që besimtari musliman të jetë i lidhur në mënyrë të vazhdueshme, ashtu qysh ishin edhe shokët e pejgamberit Muhamedit alayhi salatu wassalam, dhe gjithë muslimanët gjatë gjithë historisë islame, që ata gjysmën e kohës mas Ramazanit bëjshin dua të Zotit, dua dhe lutje që Allah t'u pranon agjërimin dhe gjitha ibadetet, dhe korrigjonin lëshimet e mundshme gjatë Ramazanit. Dhe pjesën tjetër, kur hynte ajo pjesa e dytë, ata fillonin të bëjnë dua dhe të lutën Zotit që t'ja mundsojnë që të amrijnë Ramazanin dhe të përfitojnë prej Ramazanit. Ramazani mundësi e veçantë për secilin prej neve që thamë pra për të gjithë, që në fund të Ramazanit dhe në ditën e Bajramit të del para Allahu Gjeleshanuhu, i falun nga të gjitha gjunahet që kanë bëjnë mes njeriu dhe Zotit. Mes njeriu dhe njerëzve, kemi thonë edhe shumë më herët që duhet të rregullojmë këtë çështje, që të mos na zën fare Ramazani, dhe pjesën tjetër të vogla dhe të imta Allahu Gjeleshanuhu do të na falë. Dhe nevojë që pas Ramazanit të fillojmë në një jetë tjetër, sa të kemi mundësi në një periudhë që të jetojmë bile pjesërisht jetën e Ramazanit. Ne ishim në ditët e Ramazanit me namaz të rregullt në xhami, ishim me namaz me mjaft xhamat, pastaj ishim me namazin e Taravis me xhamit me numër të madh të xhamatit, lexim të Kur'anit të shumt nga të gjithë ata që dinë, por edhe ata që nuk dinë, duke i shfrytzuar mundësitë e ndëgjimit edhe të leximit përmendsh nga Kur'ani, agjërimi, përmendja e Zotit, lutjet e tona, pastaj sadakat e ndryshme, vitra, zekata, bamirësi, raporte familjare, gjitha këto ishin një jetë e një ditës tonë në Ramazan. Ishim me zemrat e pastërta, pak mendonin për keq, pak mendonin për veprime të këqija. Gjithmonë ishim të butë dhe të qetë me vetveten, me familjen tonë dhe me të gjithë njerëzit. Sepse kështu na kishte porosit Zoti dhe kështu na kishte porosit pejgamberi Muhamedi alayhi salatu wassalam që ne ta kalojmë Ramazanin. Syfiri dhe iftari ishin dy mundësi, për cilat ne kemi bërë dua dhe lutje për nevojat e tona, dhe në veçanti kërkim falja, istighfari, astaghfirullah, në kohën e syfirit, në një ndër kohët më të preferuara për kërkim falje, lutje dhe pranimin e duave. Andaj, Ramazani përfundoi me neve, por tash mbetet dhe që secili ta shohim veten tonë çka përfituam nga Ramazani. Nuk mund të themi se kemi përfituar nga Ramazani nëse s'kemi filluar të vazhdojmë bile pjesërisht jetën e Ramazanit. Asnjëherë nuk guxojmë që të ndërprejmë gjithat angazhim, gjithat punë të madhe, gjithat përkrahje hynore që e kishim nga Zoti, na jepte pra neve një forcë, na jepte një fuqi të madhe, edhe punojshëm, edhe agjërojshëm, falshim namaz, taraviz, bile lexojshim sa më shumë Kur'an, i gjithë kjo tregon
se Allahu Gjellëshanu pra qysh fillim me shikimin që e lëshon besimtarve, agjëruesve, në fillim të Ramazanit, nga kishtë dhënë energji fort që ne ti përballojmë të gjitha të atyre gjërave që neve tash na duken të vështira, ndërsa në Ramazan nuk na u dukshin të vështira. Atëherë ne guxojmë që të ndërpresim këtë raport të madh dhe të fortë që e kishim mes neve dhe Zotit gjatë muajit të Ramazanit. Ramazani nuk vjen që ne vetëm ta e kryejmë një ibadet brenda një periudhe kohore, një muaj. Por ai ka rolin e dytë pasi ta kryejmë të obligime gjatë Ramazanit, rolin tjetër e ka që neve të na adapton për një jetë tjetër, për një jetë më të mirë edhe pas Ramazanit. Ne asnjëherë nuk guxojmë që të mendojmë se tash gjithçka është më lehtë, gjithçka është më e lirë. Jo. Allahu Gjellëshanu është gjithmonë për sjelljen tonë. Përkundërzi na gjithmonë kemi thonë, kur kemi shpjeguar për haxhin, kemi thonë se prej shenjave që haxhi tu ka bo kabul, është që ti mas haxhit të jesh shumë më ndryshe për të mirë se sa që ishe para haxhit. E njëjta vlen edhe për Ramazanin. Që ne pas Ramazanit duhet jemi më të mirë se sa para Ramazanit. Dhe kjo është një shenjë mes neve dhe Zotit që e tregon pëlqimin e Allahu Gjellëshanu me Ramazanin tonë dhe pranimin e agjërimit dhe angazhimeve të Ramazanit të Allahu Gjellëshanu. Ne në Ramazan kemi fituar devotshmërinë, do të thonë një raport të gjatë mes neve dhe Zotit. Pastaj jemi mësuar që t'i përballojmë gjërave qoftë në raport mes neve dhe njerëzve, ose t'i përballojmë edhe kur jemi pa punë, edhe kur jemi jeshtë, t'i durojmë edhe njerëzit, pastaj t'i përballojmë edhe lodhjet që kemi falë taravit, kemi bë ibadetet e natës, kemi bë pra angazhime me vendosmëri të ndryshme dhe të shumta. Psikologjia tregon se një njeri për me ndrru disa veti, disa adete, disa huje, ati i duan 21 ditë dhe ai ka mundësi të ndryshon, nëse ai don tash me vendosmëri të ndryshon. Neve Allahu na ka dhënë 30 ditë gjatë Ramazanit me një veti të veçantë, me një angazhim të veçantë. Dhe mas 30 ditëve të Ramazanit, ne duhet të tregojmë se me të vërtet kemi përfitu prej Ramazanit. Jemi adaptu që namazin mos ta lëm kurrë asnjëherë. Jemi adaptu që sa më shumë të dalim në xhami edhe tash. Taravih nuk kemi, po do të falim namaznate që para gjumit, spaku, të marrim abdest, falim 2, 4, 6, 8 rekat nafile namazin natës, i cili konsiderohet ndër namazet më të vlefshme të Allahu Gjellëshanu prej namazeve vullnetare, prej namazeve nafile. Pastaj jemi adaptuar me një ahlak, me një moral të mirë, që të fjalorin tonë ta kemi të mirë. Mos na shkruajnë me laqet fyerje, sharje, ofendime, gënjeshtra, shpifje dhe të tjera. Por ato që e folim, të vazhdojnë me laqet thojnë o Zot, ky ka përfituar nga Ramazani, sepse në Ramazan është adaptuar me 30 ditë në këtë mënyrë dhe tani po vazhdon o Allah. Dhe ato vazhdojnë të shkruajnë shpërblimet edhe më të mëdha ndoshta, sepse Ramazani është me sebeb shkak që ne të vazhdojmë për një jetë tjetër, për një jetë më të mirë, më tutje. Asnjëherë nuk guzojmë ta përcaktojmë veten vetëm në Ramazan me ibadet dhe veprime të mira. Nuk guzojmë asnjëherë të mendojmë se namazin duhet me falë vetëm në Ramazan. Namazi për një namaz para Allahu Gjellëshanu nuk kalon te para, pa dhon llogari për to, vetëm për një namaz. Shejtani vetëm për një sejdë është larguar nga mëshira rahmeti i Zotit. Na duhet namazin në këtë met, nëse se kemi falë më herët, kemi penduar në fund të Ramazanit, dhe namazit jetë pjesë e jetës tonë. Farzët e Zotit jenë pjesë e jetës tonë. Agjërimet vullnetare janë të mira dhe më tutje, të cilat ne i kemi bo si farzë në Ramazan, kemi agjëruar. Por tash do të mund të angazhohemi që kush ka mundësi dhe nuk ka pengese shëndetësore, dita hënë dhe ejte, 3 ditët e bardhët e muajit, ditat e veçanta dhe të tjera, që të jemi përsëri në lidhje me Allahun Gjellëshanu përmes agjërimit ose përmes ibadetit
të agjërimit, i cili pra është një ibadet i veçantë dhe shumë i sinqert që është në mes njeriu dhe Zotit. Lidhja me njeriu dhe Zotit nuk gëzon të shkputet asnjëherë as të dobësohet. Edhe nëse vjen që ajo mund të dobësohet, le të dobësohet pa dashje dhe pa dije dhe gabimisht. Dhe jo me synim dhe me qëllim. Askush prej neve si ka siguruar vetes së tij se sa do të jeton. Nuk e dim se a jemi sigurt që dhe mërim Ramazanin tjetër. Ta ka mundësu Zoti me mëri një Ramazan, kjo është mirësia më e madhe që ta ka dhënë Zoti. Sepse je furnizua me kapital të sevapeve dhe veprave të mira me cilat kime dalë me to para Allahu Gjeleshanu. Me to kime qëndru para Zotit dhe me to ke me u llogarit dhe me to ndështë do të futesh në xhenet. Sepse Allahu Gjeleshanu të Ramazani kemi thonë shumë herë, shpërblimin e agjerimit Ramazanit, Allahu ka lënë të mshefë. Gjë që ta jep, ndoshta sa na kemi nevojë nesër para Zotit në ditën e Kiametit. Andaj mundohemi që edhe më tutje. Mundohemi të jemi sinqert mes neve dhe Zotit. Farzët e Allahu Gjeleshanu, sidomos namazi, nuk gëzon asnjëherë të na mbetet. Edhe nëse na mbetet ndonjëherë na ik, pa arsye, pa dashje, atëherë ato ta falim kaza me njerëzve ndësim. Dhe asnjëherë nuk guxojmë sepse i vetmi namazi që Allahu Gjeleshanu nuk toleron kurrë hiç, as për një namaz, dhe nuk ta fal atë dhe na dënon nëse ne e lëm namazin. Edhe obligimi haramet e mëdha të largojmë sa më tepër. Mundohemi që gjuha jonë të jetë më kujdesshme, sepse e kemi adaptuar të Ramazan, syni jonë, veshji jonë, dhe krejt aktiviteti jonë të fillon bile një kohë të jetë më ndryshe i adaptuar nga ato që kemi përfituar nga muaji i Ramazanit. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.